Në e na trash të gjimitarë dhe më babadem atë, gjyshi, stërgjyshi, baba më ka lej atje. Na kena shku për çdo vjet, i na kena atje. Zdi se sa bëhet me ne, ku ka me marrë vesh populli shqiptar, se na e na venali aty. Ku shka Rex, më marrë me popullin shqiptar, të merë me popullin e rrëllit, se ka ardita për si bëhet mos zërët. Është kufiri i fundit që një banor, një familjar, mund t'i lejohet që të protestoj e të regjistroj fuqishëm derisa t'i dalë zot. Të hyjnë aty në atë territor njerëz nga gjithë Shqipëria, që punojnë me lloj-lloj makinerish, njerëz që nuk i dihet se cilët janë, njerëz ndoshta të pasiguruar, po edhe kompani private, edhe të mos jenë banorët e fshatit, mos kenë mundësi me hyrë brenda, qoftë dhe pasisht, kjo është keqësisht absurd. Avokati na dha një informacion që janë liruar me kusht detyrim paraqitjet edhe mos shkojnë më te toka e tyre. Por nuk e di se sa është e drejtë kjo punë, sepse toka është e jona, ti më na lën mua me shku në tokë teme, nuk është e drejtë. Na nuk do të shkojmë me fjet të shpellë. Shpella i tokën shpellarit. Na kena shtëpinë tonë e familjen tonë aty. Na kërkojmë drejtësi, sepse kjo është tepër e padrejtë.